Banorët në lagjën Ferra në Guci të Re kërkojnë që rruga e tyre prej vetëm 2 kilometrash të shtrohet me asfalt. Ata thonë se disa herë kanë bërë kërkesa që kjo rrugë të hyjë në listën e investimeve, por deri më tani zëri i tyre ka rënë në vesh të shurdhër. Kena gjetë copë rrugët që du, ena 10 mas shpiji. Janë mase 20 fëmijë shkollet, si shkojnë të shkolla, në shije, në bore, në lësh, e na këllën pusa rrugët, e s'ka kur si ka në kush. U këna thonë 20 herë, e 50 herë u këna thonë, e s'ka nërë me godit gjanë, ka nërë i ditë e ka rëthue pak tehat e grovat, e s'ka nërë tjetër, na nuk di si e bojmë, kësaj punet. Gusht e ke qena boll në shpat, kur si ka kalojnë fëmija, s'krata, s'burra, s'fëmija s'kanë. Është rruga për seri zotit. Në këtë rrugë, erën për një javët e kanë grithë mozi, për fashit zës bolla kanë, e kanë mo 4 herë mozi. Thanë do vim, së të vinë mo, pakten të lënçëzisht e mërë burrat, pakten, nuk egzistojmë na një shtetë në popullin tjetër. Për që vani kanë shurë ruiza këto thonë, kur vinë vodat, dhe bëjmë namin. Tash, hish, për zote nuk ka drejt marrë bo, nuk mos vinë mo për votat, qofë nuk shtojnë këtë rrugë. Kur na bjen shi, një të do të me barka se nëshë nuk kalot. Tash është kini ardhën kohët mirë e duket një shto për pluhën ka boll, për pluhën, gjashtë sa ka boll të atërna, ka pluhën tash. Tash, kjo rrugë, kjo lidhet fshat në tira. Jo veç, asi po është edhe me kish, o kisha e shninit që një kjo rruga kryesore që shkon të kisha, kjo rruga kryesore që shkon Grumir, lidhet me malsinë e madhe, edhe ka metë njërë si po, asi deri një to e kena pro me 1000 kilometre, një këtë asfalt. Në këtë lagje jetojnë rreth 100 banor, akoma më shqetësuese bëhet situata për fëmijët e shkollës, të cilët duhet të kalojnë çdo ditë mes pluhurit dhe gropave. Jam një nxënëse në shkollën speciale Bruçe në Guci të Re. Kjo është rruga që na bëjmë çdo ditë për me shku në shkollë. Është shumë e vështirë për me kalu kur bjen shi, sepse gropat mushën plot ujë o nuk kena ku me kalu. Na derisa dim këtu te asfalti bëna krejt ujë, edhe është shumë e vështirë për një nxënësit. Këtu rreth ka 30 nxënës që janë vetëm prej kësaj rruge. Edhe kanor, kur janë kanë votat, vjetë kanor na kanë shtruj vetëm me i fije zhavër, edhe kanë lanë me kaq, sa me marrë voten, ndërsa tash nuk kanor, vetëm kanor dhe diti kanor i fije me një fadrom, sa me grithi fije dhe kanë lanë me kaq, nuk kanor dhe asnjëherë më. Banorët kërkojnë që ky segment rrugor të shihet me prioritet pasi kjo rrugë lidh edhe fshatin Grud e Guci e Re me Postripën dhe Gruamirën në Malci të Madhe.